Situata hidrometeorologjike në Vlorë ishte parashikuar që të përmirësoj duke filluar nga ora 8 e mëngjesit e kësaj të marte. Kjo kur mjetet e vogla lundruese, si dhe mjetet e peshkimit, do të lejoheshin të dilin në det. Ishte parashikuar fillimisht që pas mëngjesit të së martës të kishte një përmirësim të kushteve, por parashikime në vimësi treguan krejtësisht të kundërtën. Moti përkeqësuar me reshje shiu dhe erë të fortë bregdetare bëri që pezullimi i lundrimit detar për këto mjete të shtyhej në afat. Kushtet hidrometeorologjike do të përmirësoheshin mëngjesin e kësaj të marte, por situata ka filluar që tjetë ende e përkeqësuar, duke detyruar kapitenerinë e portit detar të Vlorës që të shtyjë afatin për pezullimin e lundrimit për mjetet e vogla lundruese dhe mjetet e peshkimit. Mjetet lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen deri në përmirësimin e kushteve hidrometeorologjike që të dalin në det pasi nuk mund të përballojnë në detin me dallgë dhe forcën e madhe kryesisht në det të hapur. Sipas informacioneve, shkak për pezullimin e lundrimit është bërë era me shpejtësi 35 deri në 40 metër për sekond. Shpejtësia e erës, e cila edhe në brendësi të qytetit të Vlorës shkon deri në 25 metër për sekond. Pikërisht, era bregdetare, e cila ka prekur prej ditës qytetin, shkakton në det të hapur dallgë deri në 3.5 metra, ndërsa në gji dallgët shkojnë deri në 2 metra, duke bërë të pamundur lundrimin detar. Era bregdetare me drejtim jug-juglindje bën që forca e detit të shkojë deri në 8 ballë në det të hapur dhe në 6 ballë në gji, duke patur të pamundur këto mjete lundrimin. Mësuese trageti linjës me Brindisin i është rikthyer udhëtimeve në destinacionin me Italinë në normalitet, për shkak se në krahasim me të ënën ka një përmirësim të lehtë të kushteve hidrometeorologjike me forcë deti deri në 8 ballë, çka mund ta përballojë ky traged, por për shkak të motit, edhe ai është vonuar disa orë më tepër për të mbërritur në Vlorë se që kishte të parashikuar në orarin zyrtar. Sipas kapitenerisë së portit detar të Vlorës, pezullimi i lundrimit detar është shtyr me 24 orë. Pritet që mëngjesi së mërkurës të ketë një ulje të intensitetit të erës, duke ulur në këtë mënyrë edhe forcën e detit dhe duke bërë që këto mjete të dalin në lundrim në normalitet.